Sovraniteti i këtij shteti i cili buron nga populli është i shtrënguar nga një konstruksion më tepër politik sa kushtetues, e që literalisht emërohet si gjykatë kushtetuese. Ky konstruksion vetëm emërohet si arbitër konsensual, por realisht më shumë i ngjan një komision i statutor të partisë kapse të shtetit. Këtu nuk kemi të bëjmë me formalët, arbitrin që përkufizohet me emër, po kemi të bëjmë me përmbajtjen e saj. Që çdo gjë mund të jetë, por asnjëherë organi zgjedhur nga përfaqësuesit e deleguesve të sovranitetit shtetëror të Republikës. Them se çdo gjë tjetër mund të jetë, sepse përmbajtja e vendimeve që nxjerrin mund të jetë çdo gjë, por jo interpretim përfundimtar i një kornice të lartë legale. Mund të jetë depesh i partisë tani më opozitare që e ka uzurpuar shtetin, por jo valorizim së drejtës në respekt të shumicës. Dhe jo rastisht ky konstruksion politik, nga cilësia e interpretuesit kthehet në kryues, nga zbërthyesi në largues e nga udhëzuesi në drejtues. Pra gjykata kushtetuese, sikur edhe pothuajse të gjitha institucionet tjera të pavarura në vendin tonë, sot më shumë se kur është kapur dhe është zaktuar dhe është vënë kontroll nga politika degraduese që e mban bulën e kryeministit në ikje. Kryetari i gjykatës së kapur kushtetuese ka treguar me vite të tëra, radhazi, përmes veprimeve dhe vendimeve kundër interesave të qytetarëve të Republikës së vendit, se rrugtimi i tij nëpër institucione publike i ka rënë nga ky regjim, i cili e ka vënë aty për të gjetur serv që ka nevojë. Le ta di edhe kryeministri në ikje, edhe Enver Hasani, se nuk ka vendim gjykate e as kurfarë verdikti tjetër që e shpëton Hashim Thaçin nga rruga e Theçafjes. Nuk ka kurfarë vendimi që del nga zyrat e PDK-s e që lexohet në gjykatën e kapur kushtetuese që mund ta mohojë verdiktin e dhënë nga qytetarët. Andaj, të nderuar deputet, sot më shumë se kur është e rëndësishme, është përgjegjësi profesionale, intelektuale e qytetare e barzëve të këtyre institucioneve përfshirë në gjykatën kushtetuese, që të reflektojnë thellë dhe të kthehen nga qytetarët dhe vullneti i tyre, të respektojnë atë vullnet për ta mbrojtur atë. Ndërsa ne si përfaqësues të popullit jemi të obliguar para së gjithash dhe mbi të gjitha ta çlirojmë kuvendin dhe vendin nga regjimi në ikje. Ne duhet të jemi pranë qytetarëve dhe vullnetit të tyre, mbi procedura dhe pengesa të dhëna qëllimshëm nga regjimi në ikje dhe shoqërorët e tij. Në anën tjetër, presidentja Yahyaga, në mënyrë të padrejtë, ka zgjedhur rolin e heshtjes, por edhe të një lehtësuesi të dhimbjeve që çdo ditë më tepër po i rriten regjimit në ikje. Nuk mund t'i harrojmë pyetjet suggestive dhe të panevojshme që u dërguan gjykatën kushtetuese, me qëllimin që përgjigjet të përshtaten kërkesave dhe interesave të pushtetit në ikje. E gjithashtu, shkeljet flagrante të presidentës Yahyaga, me emërimin në mënyrë jo kushtetuese të 3 gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese. Presidentja Yahyaga duhet marrë guximeve të dalë përfundimisht nga mendësia e Zatit, e cila vendit nuk i ka sjellë asgjë të mirë. Ajo duhet të marrë rolin që së paku formalisht i takon dhe të bëhet në respektimin dhe vullnetin e qytetarëve. Ajo duhet veprojë përtej qëllimit të Zatit, që kishte në atë kohë. Pesha e përgjegjësisë e rëndon edhe atë, përsa po lejon që vendi të mbahet i zaktuar nga kryeministri në ikje. Zonja Presidente, zgjidhjen e keni parasysh, shumica parlamentare ekziston, pra alternativa e vetme është që Thaçi dhe PDK-ja largohen pra të heqin dorë nga zaktimi dhe uzurpimi i shtetit. Faleminderit.